Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Ish presidenti kuban, Raul Castro, është paditur në Shtetet e Bashkuara për vrasje dhe komplot, lidhur me rrëzimin e 2 avionëve në vitin 1996, ku humbën jetën 4 persona. Vendimi konsiderohet një përshkallëzim i madh i presionit të administratës Trump ndaj qeverisë komuniste të Kubës. Një zhvillim i fortë politik dhe diplomatik ka tronditur marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, pasi ish presidenti kuban Raul Castro është paditur zyrtarisht në SBA për akuza të rënda vrasjeje. Lajmi u bë publik nga prokurori i përgjithshëm amerikan Todd Blanche, i cili deklaroi se Castro dhe disa persona të tjerë akuzohen për komplot për të vrarë shtetas amerikan, 4 akuza për vrasje dhe 2 akuza për shkatërrim avionësh. Nëse vris një amerikan, ne do t'u ndjekim penalisht, pavarësisht kush jeni dhe çfarë posti mbani, tha kryeprokurori Blanche. Akuzat lidhen me një incident të vitit 1996, kur avion ushtarak kuban rrëzuan 2 avion të një grupi emigrantësh kuban në mision humanitar, duke shkaktuar vdekjen e 4 personave. Qeveria kubane ka argumentuar prej vitesh se avionët kishin hyrë në hapësirën ajrore të Kubës dhe se reagimi ishte i ligjshëm. Megjithatë, administrata amerikane e konsideron incidentin një akt kriminal kundër qytetarëve amerikanë. Presidenti kuban, Miguel Díaz-Canel, e quajti pa din një manovër politike pa bazë ligjore, ndërsa tensionet mes dy vendeve kanë ardhur duke u rritur ndjeshëm muajt e fundit. Presidenti Donald Trump ka shtuar presionin ndaj Havanës, duke kërkuar hapur ndryshim regjimi në Kubë dhe duke vendosur sanksione të ashpra ekonomike që kanë goditur rënd ekonominë kubane. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio i ofroi Kubës $100 milion ndihmë, duke fajsuar udhëheqjen kubane për krizën energjetike dhe mungesat e ushqimeve. Raul Castro, tashmë 94 vjeç, mbetet një figurë me ndikim në politikën kubane, megjithse nuk ka prova që ai të ketë lënë vendin apo që Kuba të pranojë ekstradimin e tij drejt Shteteve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se SBA po çliron Kubën vetëm pak orë pasi Departamenti i Drejtësisë paditi ish liderin kuban Raul Castro për vrasje. Trump tha se nuk pret përshkallëzim të situatës, por akuzoi regjimin kuban se ka humbur kontrollin mbi vendin. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë deklarata të forta ndaj Kubës, duke thënë se Shtetet e Bashkuara po çlirojnë Kubën vetëm disa orë pasi ish presidenti kuban Raul Castro u padit në SBA për akuza të rënda vrasjeje. Gjatë një deklarate në bazën ajrore Joint Base Andrews në Maryland, Trump tha se komuniteti kuban në Miami dhe familjet që kanë vuajtur për dekada nga regjimi komunist e kanë pritur me emocione vendimin e departamentit të shtetit. Shumë njerëz kanë vuajtur në nivele që pak kush mund t'i kuptojë. Po çlirojmë Kubën, tha presidenti. Trump deklaroi më tej se momenti aktual është historik për shumë kuban emigrant që kanë pritur prej më shumë se 65 vitesh ndryshime në ishull. Ai shtoi se Kuba ndodhet në krizë të thellë ekonomike dhe sociale, me mungesë ushqimesh, energjie dhe elektriciteti. Megjithatë, presidenti amerikan tha se nuk pret një përshkallëzim të konfliktit me Havanën. Nuk mendoi se do të ketë përshkallëzim. Vendi i tyre po shkatërrohet dhe ata kanë humbur kontrollin mbi Kubën, theksoi më tej Trump. Deklaratat vijnë pasi ish lideri kuban Raul Castro u akuzua zyrtarisht në një gjykatë federale në Miami për komplot për vrasjen e shtetasve amerikan, 4 akuza për vrasje dhe shkatërrim avionësh. Çështja lidhet me incidentin e vitit 1996, kur avion ushtarak kuban rrëzuan 2 avion të një grupi emigrantësh kuban, duke shkaktuar vdekjen e 4 personave. Padia konsiderohet një përshkallëzim i madh i presionit amerikan ndaj qeverisë komuniste kubane, ndërsa marrëdhëniet mes dy vendeve vazhdojnë të tensionohen. Reuters zbulon se Irani ka vendosur një sistem të ri kontrolli për kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, duke kërkuar verifikime dhe në disa raste pagesa për kalim të sigurt. Rruga detare, nga ku kalon rreth 1/5 e naftës botërore, po kthehet në një pikë kyçe presioni ekonomik dhe politik. Irani po forcon kontrollin mbi ngushticën strategjike të Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, ndërsa konflikti në rajon vazhdon të tensionojë tregje globale. Sipas një investigimi të Reuters, Teherani ka vendosur një sistem të ri shumë nivelësh për kalimin e anijeve në këtë rrugë detare
që përfshin verifikime të detajuara nga autoritetet iraniane dhe në disa raste pagesa për të garantuar kalim të sigurt. Ngushtica e Hormuzit është pika nga ku kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë, duke e bërë atë jetike për ekonominë botërore. Reuters ndoqi udhëtimin e një supertankeje me naftë irakiane, e cila lundroi drejt Vietnamit pasi kishte qëndruar për javë të tëra pranë Dubait në pritje të miratimit për kalim. Sipas burimeve të cituara, procesi i autorizimit kontrollohet nga Marina iraniane dhe Garda revolucionare, të cilat vendosin se cilat anije lejohen të kalojnë. Një ish zyrtar i inteligjencës izraelite deklaroi se Irani po e përdor kontrollin mbi Hormuzin jo vetëm për siguri, por edhe për përfitime ekonomike dhe politike, duke favorizuar vende aleate si Rusia dhe Kina. Raporti zbulon se sistemi iranian funksionon me nivele prioriteti. Anijet e lidhura me aleatet strategjik të Teheranit kalojnë më lehtë, ndërsa vendet e tjera duhet të negociojnë përmes marrëveshjeve qeveritare. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Thesarit ka paralajmëruar kompanitë dhe shtetet për rrezikun e sanksioneve nëse kryejnë pagesa ose kërkojnë garanci nga Irani për kalim në ngushticën e Hormuzit. Kontrolli në rritje i Teheranit mbi këtë korridor jetik po shton shqetësimet ndërkombëtare për sigurinë energjetike dhe për ndikimin që kriza në lindjen e mesme mund të ketë mbi ekonominë globale. Një koalicion ndërkombëtar organizatash ka nisur në Meksik një fushat kundër trafikimit njerëzor përpara botërorit FIFA 2026. Aktivistët paralajmërojnë se miliona tifozë dhe rritja e kërkesës për shërbime mund të shtojnë në rrezikun për shfrytëzim, veçanërisht të vajzave të reja. Një koalicion ndërkombëtar aktivistësh dhe organizatash jo qeveritare ka nisur një fushat të gjerë në Meksik për të luftuar trafikimin njerëzor përpara Kupës së Botës FIFA 2026. Fushata synon të rrisë ndërgjegjësimin në Meksik, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, vendet që do të organizojnë së bashku turneun më të madh të futbollit në botë. Organizatorët paralajmërojnë se ardha e miliona tifozëve mund të rrisë kërkesën për shërbime të ndryshme dhe, si pasojë, të shtojë rrezikun për trafikim dhe shfrytëzim njerëzor. Në prezantimin e fushatës në Mexico City, aktivistët theksuan se Meksika mbetet një nga vendet më të prekura nga trafikimi njerëzor për shkak të pozicionit të saj gjeografik. Nisma drejtohet nga organizata britanike It's a Penalty dhe përfshin bashkëpunim mes qeverive, kompanive private dhe sportistëve profesionistë. Në fushat janë përfshirë edhe emra të njohur të futbollit, si spanjolli Cesar Azpilicueta dhe ish futbollisti meksikan Oribe Peralta, të cilët në videot promovuese bëjnë thirrje për ndërgjegjësim dhe raportim të rasteve të dyshuara. Sipas organizatorëve, trafikimi njerëzor prek rreth 50 milion persona në mbar botën dhe përfshin shfrytëzim seksual, punë të detyruar, rekrutim me forcë dhe lypje të detyruar. Shërbimet e emergjencës në Ukrainë publikuan pamje nga Odesa, ku ekspertët po largonin një dron të pashpërthyer të ngulur në një pallat shumë katësh. Sulmi rus ndodhi gjatë natës, ndërsa autoritetet ukrainase thanë se droni tip Shahed u neutralizua pa viktima. Pamjet dramatike nga qyteti ukrainas i Odesës tregojnë momentin kur ekipet e emergjencës largojnë pjesë të një droni luftarak të pashpërthyer, i cili kishte mbetur i ngulur në një pallat shumë katësh pas një sulmi rus gjatë natës. Video e publikuar nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës dhe tregon specialistët duke punuar me kujdes në lartësi për të çaktivizuar dhe hequr mjetin ajror të rrezikshëm. Sipas autoriteteve ukrainase, bëhej fjalë për një dron iranian të tipit Shahed, i përdorur shpesh nga Rusia në sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Reuters konfirmoi vendodhjen e videos në Odesa përmes analizës së ndërtesave, dritareve dhe pamjeve satelitore. Megjithse, data e saktë e filmimit nuk është verifikuar. Shërbimet e emergjencës raportuan se droni kishte goditur një ndërtesë banimi të pabanuar, duke shmangur kështu viktima të mundshme me civilëve. Sulmet me dron ndaj Odesës janë bërë të shpeshta muajt e fundit, ndërsa Rusia vazhdon të synojë infrastrukturën dhe zonat urbane në jug të Ukrainës. Ekspertët paralajmërojnë se dronet e pashpërthyer përbëjnë një rrezik të madh edhe pas përfundimit të sulmeve, pasi mund të shpërthejnë në çdo moment gjatë operacioneve të shpëtimit ose pastrimit. Ndërkohë, autoritetet ukrainase vazhdojnë të forcojnë mbrojtjen ajrore në qytetet kryesore, mes sulmeve të vazhdueshme me raketa dhe dron nga forcat ruse. Xi Jinping priti në Pekin si presidentin amerikan Donald Trump, ashtu edhe Vladimir Putin
brenda një jave në një lëvizje që analistët e quajnë diplomaci e guximshme. Sipas ekspertëve, Kina po përdor këto takime për të forcuar imazhin e saj si fuqi globale dhe qendër e diplomacisë ndërkombëtare. Një javë intensive diplomacie në Pekin ka vendosur Kinën në qendër të vëmendjes globale, pasi presidenti Xi Jinping priti brenda pak ditësh si presidenti amerikan Donald Trump, ashtu edhe presidentin rus Vladimir Putin. Sipas analistëve, ky koordinim i vizitave të liderëve më të fuqishëm botëror nuk është rastësi, por një strategji e kujdesshme diplomatike e Pekinit për të forcuar imazhin e tij ndërkombëtar. Analisti Graham Smith nga Universiteti Kombëtar Australian e përshkroi situatën si një lëvizje të guximshme diplomatike, duke thënë se Kina po e shfrytëzon maksimalisht vëmendjen globale. Trump praktikisht është vendosur mes dy takimesh të mëdha. Kina po e shijon këtë moment dhe po e përdor për imazhin e saj, thot Smith. Ndërkohë, profesori i studimeve kineze, Carrie Brown, tha se Pekini po kërkon të tregojë solidaritet me Rusinë, ndërsa njëkohësisht po projekton veten si një fuqi globale e domosdoshme në diplomaci. Diplomatikisht, kjo është një pamje e mirë për Kinën. Ajo po e paraqet veten si një lojtar global, thot Brown nga King's College London. Vizitat e njëpasnjeshme vijnë në një moment tensionesh të larta ndërkombëtare, me luftën në Ukrainë dhe negociatat me Iranin që mbeten të hapura. Analistët thonë se Kina po përpiqet të pozicionohet si një qendër stabiliteti global, duke forcuar marrëdhëniet si me SBA-n, ashtu edhe me Rusinë, në një periudhë kur rivalitetet mes fuqive të mëdha po thellohen. Një burr me origjinë kongoleze ka vdekur në Dublin pasi u ndalua nga rojet e sigurisë jashtë një dyqani, duke shkaktuar reagime të forta në publik. Policia irlandeze po heton në rrethanat e incidentit, ndërsa pamjet e shpërndarë në rrjetet sociale kanë ngjallur shqetësim dhe zemërim. Një ngjarje e rëndë në Dublin ka tronditur opinionin publik pas vdekjes së një burri me origjinë kongoleze, i cili u ndalua nga rojet e sigurisë jashtë një dyqani të njohur në qendër të qytetit. Sipas policisë irlandeze, incidenti ndodhi të premten, kur ai u ndalua në lidhje me një dyshim për vjedhje në dyqan. Pas ndërhyrjes, ai humbi ndjenjat dhe në vendngjarje dhe më pas u shpalli vdekur. Pamjet të publikuara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur ai mbahet i shtrirë në tokë nga disa persona për disa minuta, ndërsa në një moment shihet një prej tyre që ushtron presion në zonën e kokës ose qafës. Banorët të Dublinit kanë parë vendin ku ndodhi ngjarja, shprehen tronditje dhe shqetësim të thellë, duke e cilësuar rastin si të rëndë dhe të papranueshëm. Disa kalimtar thanë se përdorimi i forcës ishte i tepruar, ndërsa të tjerë kërkuan drejtësi për familjen e viktimës dhe hetim të plotë të ngjarjes. Policia irlandeze ka bërë të ditur se hetimet janë ende në vazhdim për të sqaruar të gjitha rrethanat e incidentit, ndërsa një tjetër person në të 80-tat u lëndua gjatë përpjekjes së viktimës për t'u larguar nga vendngjarja. Ngjarja ka ndezur debat publik në Irlandë mbi përdorimin e forcës nga rojet private të sigurisë dhe trajtimin e rasteve të dyshuara për vjedhje në hapësira publike. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri i rasteve të dyshuara me Ebola ka arritur në rreth 600, ndërsa 139 vdekje janë raportuar në Kongo dhe Ugandë. Ekspertët paralajmërojnë se shifrat mund të rriten për shkak të vonesës në zbulimin e shpërthimit dhe mungesës së testeve dhe vaksinave për këtë variant. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur shqetësimin për një rritje të ndjeshme të rasteve të dyshuara me Ebola në Republikën Demokratike të Kongos dhe në Ugandë, ndërsa situata epidemiologjike mbetet e paqëndrueshme. Sipas të dhënave të fundit, janë raportuar rreth 600 raste të dyshuara dhe 139 vdekje, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se numrat mund të rriten më tej, pasi virusi ka qarkulluar për javë të tëra para se të zbulohej shpërthimi. Zyrtarët shëndetësor theksojnë se një nga problemet kryesore në fazat e para ka qenë mungesa e testeve të duara diagnostikuese, të cilat nuk identifikonin këtë variant specifik të Ebolës. Ekspertët shpjegojnë se për këtë lloj të ri të virusit nuk ekzistojnë ende vaksina apo trajtime të aprovuara, ndryshe nga disa variante të tjera të njohura më parë. Megjithatë, po shqyrtohet mundësia që vaksinat ekzistuese për llojet e tjera të Ebolës të testohen për të parë nëse ofrojnë ndonjë mbrojtje të pjesshme, por kjo mbetet ende në faza shumë të hershme kërkimore. Sipas korespondentes së Shëndetit Global, Jennifer Rigby, shpërthimi nuk ka karakterin e një pandemie si COVID-19,
por përhapja e pakontrolluar në disa zona të Afrikës mbetet qetësuese për autoritetet ndërkombëtare. Ajo thekson gjithashtu se kufizimet e ndihmës ndërkombëtare në vitet e fundit kanë ndikuar në dobësimin e sistemeve të survejimit shëndetësor dhe kapacitetit për identifikimin e hershëm të rasteve. Organizata botërore e shëndetësisë dhe ekspertët ndërkombëtar po vazhdojnë monitorimin e situatës, ndërsa pritet rritje e ndërhyrjeve për të frenuar përhapjen e virusit në rajon. Policia izraelite u përball me kritika të forta pasi aktivistë të ndalur nga flotilja humanitare për Gazën u filmuan të gjunjëzuar me duart e lidhura pas shpine. Pamjet të publikuar nga ministri Itamar Ben-Gvir shkaktuan reagime ndërkombëtare dhe kritika edhe brenda qeverisë izraelite. Pamjet të publikuar nga Izraeli kanë shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare pasi aktivistët të ndaluar nga flotilja humanitare për Gazën u filmuan të gjunjëzuar në tokë me duart e lidhura pas shpine. Flotilja ishte nisur nga Turqia jugore me qëllim dërgimin e ndihmave humanitare drejt Gazës, por anijet u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare dhe aktivistët u arrestuan. Në videot e publikuara shihet ministri i Izraelit i sigurisë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, duke vëzhguar aktivistët të ndaluar, ndërsa në një moment ai tallet me ta dhe i quan mbështetës të terrorizmit. Ata erdhën si heronj të mëdhenj. Shikoni si duken tani, tha ministri izraelit. Organizatorët e flotiljes thanë se rreth 430 aktivistë janë ndaluar, përfshirë shtetas nga Italia dhe Korea e Jugut. Pamjet dhe trajtimi i aktivistëve shkaktuan reagime jo vetëm nga jashtë Izraeli, por edhe brenda vetë qeverisë izraelite. Ministri i jashtëm Gideon Sar kritikoi Ben-Gvirin, duke thënë se veprimet e tij po dëmtojnë imazhin e Izraelit. Edhe kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se trajtimi i aktivistëve nuk përfaqëson vlerat e Izraelit, megjithse mbrojti ndalimin e flotiljes dhe bllokadën detare ndaj Gazës. Kombet e Bashkuara kërkuan që të gjithë të ndalurit të trajtohen me dinjitet dhe të kthehen menjëherë në vendet e tyre. Ndërkohë, Italia, Korea e Jugut dhe disa vende të tjera kanë kërkuar shpjegime zyrtare nga Izraeli dhe lirimin e qytetarëve të tyre, ndërsa presioni diplomatik ndaj Tel Avivit vazhdon të rritet. Familja e Amin Abdullah, rojës së sigurisë së vrarë gjatë sulmit në një qendër islame në San Diego, e ka përshkruar atë si hero që shpëtoi jetë të tjera gjatë sulmit. Djemtë e tij thanë se veprimet e tij tregojnë për kushtim dhe dashurinë e tij për të mbrojtur të tjerët deri në fund. Familja e Amin Abdullah, rojës së sigurisë që humbi jetën gjatë sulmit të armatosur në qendrën islame të San Diegos, ka folur për herë të parë për humbin e tij, duke përshkruar atë si një hero dhe njeri të jashtëzakonshëm. Në një intervistë për Reuters, 3 djemtë e tij kujtuan baban si një njeri të dashur, të përkushtuar dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Babai im ishte shoku im më i mirë. Ai ishte njeriu më i mirë që mund të takosh, tregon i biri. Sipas familjes, Amin Abdullah ndërhyri menjëherë gjatë sulmit, duke identifikuar kërcënimin dhe duke u përpjekur të mbrojë njerëzit brenda qendrës, përfshirë fëmijët. Djali i tij, Mohamed, tha se kur mësoi për ngjarjen ishte i tronditur, por më pas ndjeu krenari duke besuar se babai i tij veproi ashtu siç do të kishte dashur vetë. Kur mësova çfarë ndodhi, isha në shok, por pastaj ndjeva krenari sepse ai shpëtoi jetë, thot Mohamed. Edhe djali tjetër Khaled tha se babai i tyre ishte gjithmonë në vijën e parë për të mbrojtur të pafajshmit dhe se ai do të mbetet përgjithmonë një hero për familjen. Familja e Abdullahut ka bërë thirrje që trashëgimia e tij të kujtohet përmes veprave të mira dhe ndihmës ndaj të tjerëve, duke theksuar rëndësinë e dëmshurisë dhe shërbimit ndaj komunitetit. Ata gjithashtu kërkuan më shumë siguri për vendet e ardhurimit dhe shkollat, duke theksuar se askush nuk duhet të jetojë në frikë në këto hapësira. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka propozuar zgjidhje të reja për të përshpejtuar integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, përfshirë Shqipërinë. Ai sugjeron gjithashtu një status të ndërmjetshëm për Ukrainën si anëtare e asociuar me pjesëmarrje në disa struktura të BE-s pa të drejtë vote. Gjermania ka propozuar një qasje të re për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian, me fokus të veçantë të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Ukrainën. Në një letër drejtuar liderëve të BE-s, kancelari Friedrich Merz thekson se vendet e rajonit duhet të kenë perspektivë të qartë antarësimi
dhe se procesi aktual mund të shoqërohet me hapa më të shpejt dhe më fleksibël. Ai propozon që vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe Moldavia, të kenë akses më të gjerë në tregun e brendshëm evropian dhe një rol më të afërt në proceset e vendimmarrëse të Bashkimit Evropian. Sipas tij, mund të shqyrtohet dhënia e statusit të vëzhguesit në institucionet e BE-s për këto vende, si dhe organizimi i seancave të përbashkëta me Komisionin dhe Parlamentin Evropian për çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin. Në të njëjtën kohë, Merz ka propozuar edhe një zgjidhje të re për Ukrainën, duke sugjeruar krijimin e statusit të antarit të asociuar në BE. Ky status do t'i lejonte Ukrainës pjesëmarrje në samite dhe takime ministrore, por pa të drejtë vote. Ai gjithashtu bën thirrje që vendet anëtare të BE-s të forcojnë angazhimet për mbështetjet në ndërsjellje ndaj Ukrainës, duke rritur garancitë e sigurisë për Kievin në kushtet e luftës së vazhdueshme. Propozimi i Berlinit shihet si një përpjekje për të gjetur rrugë alternative për integrimin evropian, në një kohë kur procesi i zgjerimit të BE-s po përballet me sfida politike dhe burokratike. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.